يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hamdi dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allah I ka bull këtë ditë agjërimi dhe të gjitha adhurimet që I bojnë për Allah subhanahu wa ta'ala. Sot është dita e fundit prej ditëve të faljes. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala na ka falë në këtë ditë dhe në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Nesër fillojnë 10 ditë I fundit, ditët e shpëtimit nga zjarri I xhehenemit. Pra jemi ka fundi I Ramazanit, ku duhet të përpiqemi më shumë tash me adhurim, me ibadet ndaj Allah subhanahu wa ta'ala, se ditët po kalojnë, 20 ditë shkuan sikur një javë bile shumë, më pak se një javë. Këto 20 ditë në dokën, po inshallah Allah Ta'ala na ka pranuar adhurimet tona, agjërimin ton, e këto 10 ditë e fundit ta shtojmë pak adhurimin, ibadetin më shumë, sepse ndoshta ki mund me qenë Ramazani I fundit të joni, për tritë, për plesh, ato plesh më stutën me thonë, çka tha hoxha, po edhe për tritë. Si u di, se vdekja nuk ka mosh, vdekja nuk ka kontratë me dikonin, por vdekja vjen hiç pa prit dhe nuk ka mosh se kur vdes njeriu. Mund me të vdekë, çdo ditë po ndëgjojmë lajme të ndryshme se si po vdesin rinia, sikur që jetë meren, sa trit ishte dasht, halat ishin gjallë, e disa plesht kishin hec, aty me qenë se me mosh. Po nuk është e me mosh, Allah xhaleshan ku ja ka caktu, kur e ka caktu me vdekja aty do t'i vijë. Vazhdojmë sonte po ashtu me hadithin e Xhibrilit alayhis salam, dhe me pikën e fundit apo me kushtin e fundit prej kushtet të imanit. Kemi folë për besimin në Allah, në melajket, në pejgambert, në librat, në ditën e gjykimit, pra ditën e fundit, dhe kena folë për ndodhitë e ditët e gjykimit, për xhenetin, për xhehenemin. E sonte do të folni për kushtin e fundit prej kushtit të besimit, edhe I cila është edhe kjo është I rëndësishëm, të gjitha janë të rëndësishme, po kjo duhet të kuptohet mirë dhe ta kemi besimin e drejtë në këtë kusht, sepse shumë të njerëz kanë devijuar lidhe me këtë besim. Ai është besimi se çdo gjë që ndodh në këtë gjithësi është me caktimin e Allahut. E mirja dhe e keqja janë me caktimin e Allahut. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Besimi në caktimin e Allahut se e mira dhe e keqja janë prej Allahut. Në më thonë ndodhen me caktimin e Allahut, me vullnetin e Allahut, me dëshirën e tij, me fuqinë e tij, me deturinë e tij. Pra ndodhin gjithçka në këtë botë, qoftë e vogël apo e madhe, qoftë e mirë apo e keqe, qoftë besim apo mos besim, qoftë devijim apo udhëzim. Çdo stan që ndodh në këtë botë është me caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra gjithçka që ndodh në gjithësi ndodh me caktimin e Allahut. Çka ka dashur Allahu ka ekzistuar. Pra çdo stan që e shohim në ekzistencë është me dëshirën e Allahut. Ai ka dashur me ndodh kjo. Ai ka dashur me ekzistuar. Qoftë një njeri I keq, një Firaun apo një Abu Jahal, me të dëshirën e Allahut, me caktimin e Allahut ka ekzistuar. Mos kish dashur Allah, ai nuk ekzistoi kjo. Apo qoftë një njeri sikur Muhamedi alayhis salam, sikur Isa, sikur Ibrahimi, edhe ato kanë ekzistuar me dëshirën e Allahut. Pra Allah ka dashur, ato me ekzistuar dhe ato kanë ekzistuar. Çka dëshiron Allahu ekziston dhe do të ekzistojë, dhe çka nuk ka dashur nuk ka ekzistuar, nuk ekziston as nuk ka për të ekzistuar kur deri në ditën e gjykimit. Pra që nuk ka dashur me Allah xhaleshan, që nuk ka dashur me ekzistuar diçka, nuk ka ekzistuar, nuk ekziston që tash dhe nuk ka me ekzistuar deri në ditën e gjykimit. Nëse Allah xhaleshan ka caktuar për ti me qenë I varfër tani jetën, do të thonë ke qenë I varfër, je I varfër dhe ke me qenë I varfër deri në ditën e gjykimit. Kështu ka caktuar Allahu. Dhe duhet mu nis nga ajeti ku thot Allah Ta'ala wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid, e Zoti jot askuj nuk I bën padrejtësi. Pse nuk I bën padrejtësi? Ne natë kemi shpjeguar çka është padrejtësia. Padrejtësia apo zullumi është të veprosh në pronën e dikujt pa lejen e tij, pa dëshirën e tij.
që ai nuk dëshiron çat me bonti, nuk e pëlqen. Për shembull, unë me orë shtëpinë tonë, me bon diçka pa lejen tonë, pa dëshirën tonë, pa vullnetin tonë, me bon diçka ndryshimin apo shtëpi me pthim, me ndrysh diçka, ama duke di se ti nuk e pëlqen atë, nuk je razi, nuk je dakord me çat. E kjo është zullum. E kjo gjithësi është pronë e Allahut. Kjo gjithësi e sundon kush? Allah Teala. E çdo kush që bën këtu, këtë gjithësi, diçka jashtë urdhave të Allahut, apo i bën ndalesat e Allahut, a njeri ka bën zullum. Pse se është në pronën e Allahut në këtë tokë, e cila është pronë e tij e Allahut, edhe ka bën diçka që Allahu nuk e don atë. Pra Allah xhaleshan të ka ndaluar me bën të e bën. Allah të ka urdhëruar me bën një sen ti nuk e bën, domethënë pronën e Allahut je të bën diçka që nuk ka shrazi Allahun dhe kjo është zullum. Ndërsa Allahu asë ndusi gjithësijës, asë ndusi njerëzve, i melajkeve, i gjindeve, i kashve, i shpenzve, i shtatqeve, i shtatokave, i arshit, i kursijës, i gjennet dhe i gjehenneme dhe i krej sa gjithësije, dhe më thonë, aja së ndus dhe aj me bon që ka me bon në krijimin e ti, aj nuk i ban padresia s'kujna. Thotë pejgamberi alayhis salam, sigur Allah t'i fuse në gjennet të gjithë, me muslimane, me jo muslimane, me çdo krijesë, a dhe t'i fuse në gjennet, thotë ai fut me mashinën e tij, me drejtsinë e tij dhe kur kujt si jap llogari. Sa është sundimi i tij, na shpronë e tij, na. Ban çka do. Po thotë sikur t'i fuse në xhehenem krejt, me njerëz të mirë, me njerëz të këqij, prap ka mi fut me drejtsinë e tij. Na shpronë e tij. Ai si jap llogari askujna. Por nëse i ban Allah xhaleshan këto, i fut këtë në xhennet apo i fut këtë në xhehenem, i fut me drejtsinë e tij. Ai është i drejtë, nuk ju bën pa drejtsinë, nuk ju bën zullum. Pra këtë ekzistencë, çka ekziston me caktimin e Allahut, se Allah ka dashur dhe ai nuk bën pa drejtësi. Prandaj gjithçka që hyn në ekzistencë është e ditur dhe dëshiruar përgjithmonë nga Allahu dhe gjithçka që nuk hyn në ekzistencë është gjithashtu e ditur dhe dëshiruar përgjithmonë nga Allahu. Pra me dëshirën e tij dhe me diturinë e tij hyn sejnat në ekzistencë apo nuk hyn në ekzistencë, pra nuk i krijon Allahu. Pra me krijimin e Allahut, kur dojmë na që me arson të xhami, kena dashur me arson në xhami me fal në gjatësinë e taravin, kjo ka ndodhur me dëshirën e Allahut. Se doni natë ajo ka ndodhur, dashur dikujt ka ndodhur, ka dashur me arson taravin, po diçka sonte s'ka në mirë. Ndodh diçka nëse bebonte ose vjen në xhami. Allahu s'ka dashur. Wa ma tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin. E çka mund me dëshiroj ju përveç asaj që dëshiron Allahu. Pra dëshira jonë është nën dëshirën e Allahut, vullneti jonë është nën vullnetin e Allahut. Na dëshirojmë të arratë të një fjalë, ante turid, ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Ti don, unë du, Allah bën çka don. Na i bojna planet që nëse kam me bën, kam me shkum punë, kam me bën këtë, kam me bën atë, pa realizon nëse të gjitha, nëse nuk don Allah nuk realizon. E nëse don Allahu, realizon. Pra dëshira jote dhe jemja gjithëve është nën dëshirën e Allah subhanahu wa taala. Tashmë jamina e shkon dikuj pa dhe keqja dhe kufri, mosbesimi, gjërat janë me dëshirën e Allahut ndodhen, me krijimin e tij, me diturinë e tij, po. A janë ekzistojnë ato, po. A kanë hinë ekzistencën këtë gjithësi, po. A janë me dëshirën e Allahut. Kur thojmë me dëshirën e Allahut, jo se i don Allahu. Se na dëna këtë dëshirën, ndoshta se edhe këtë kuptojmë atë, valla kam dëshirë. Në atë kuptim kam qef më bën çka, po. Domethënë e du më bën çka. A kur thënë dëshira Allah, dhe më thonë vullneti Allah. Allah ka dëshiru që kjo me hinë në ekzistencë edhe hinë. Allah nuk ka dëshiru që kjo me hinë në ekzistencë, nuk hinë. E tash, kur të vinë të e mira dhe të e keqja, dhe më thonë shfaqja asaj që Allah xhaleshane ka paracaktu, mund të jetë ose mirë dhe e keqe, por, kur është në pyetje paracaktimi i Allahun, dhe më thonë aq që e ka caktu Allahun, nuk thëjmë Allah ka caktimi Allah të është i keq. Thojnë ajo shfaqja cila del mas caktimit të Allah, do të thonë Allah i ka caktuar me ndodh. Edhe pastaj ndodh e mirë ose e keqe, ai asaj mundna veprës tonë mund mi thonë e mirë apo e keqe, jo caktimit të Allah. Para caktimit të Allah, mi thonë Allah ka para caktuar keq. E para caktimit të janë i keq, jo. Sa janë cilësia e Allahut, anë cilësia e Allah subhanahu wa taala, e cila është e plot, nuk ka mangësi dhe është e pastër nga mangësitë që përshkruan krijesën. Pra gjithçka që në ekzistencë është me caktimin e Allahut. Të mirën Allahu e ka kriju, na ka urdhëruar me bë dhe e don Allah të mirën. Të keqen Allah e ka kriju, na ka ndaluar nga e keqja dhe nuk e don të keqen. Për të mirën na shpërblen, për të keqen na dënon. Nëse nuk na fal dhe nëse nuk pendohemi.
Pra gjithçka që në ekzistencë, lëvizjet, mos lëvizjet, mendimet, idejet e veprat e gjitha këto janë me caktimin e Allahut. Pra të gjitha janë të shkruara në Lauhin Mahfuz. Allahu xhaleshanu kur e krijoi lapsin e urdhëroi me shkruaj gjithçka në Lauhin Mahfuz, çka ka menduar deri në ditën e gjykimit, deri në ditën e Kiametit, ditën e fundit. Gjithçka shkruan atë. Gjithçka pra që ekziston është sipas diturisë së Zotit, vullnetit të Tij dhe fuqisë së Tij. Pra Allahu xhaleshanu e ka ditë se ka menduar diçka, edhe është caktuar ajo. Pastaj vullneti i Allahut, me vullnetin e Allahut ndodh që ndodhia. Për shembull Allah e ka caktuar na sonte mu të bun në këtë xhami, që ka persona që jemi, filan ditën, filan minutin, e ka ditë se ka menduar. E ka caktuar Allah Teala. Pastaj me vullnetin e Allahut ndodhin këto sebebet tona. Njëri vjen pak më herët, njëri pak më vonë, njëri me kohë, njëri asaj, edhe me vullnetin e Allahut realizohet kjo që është e caktuar. Dhe me fuqinë e Tij. Pa fuqinë e Allahut na s'kishim mundësi të marrim në xhami. Pa dashur Allahu, pa të dhënë mundësinë, pa të dhënë Allahu xhaleshan aftësinë për me ardhur në xhami s'kishte mujt me ardh. Lutja dhe caktimi i Allahut. Se shpesh bën kjo tema, po lutja e ndryshon caktimin e Allahut. Nëse lutna unë për shembull jam i varfër e më ju lut Allahut, më bëj pastër. Çka lutja ime ndryshon caktimin e Allahut. Nëse dikush pyet, nëse caktimi i Allahut nuk ndryshon, atëherë pse të lutemi? E duhet me ditë një sens se caktimi i Allahut nuk ndryshon për kërkonin hiç. As për ndonjë meleke, as për ndonjë pejgamber, as për njerëz të mirë, as për të keqen, as për kërkonin. Atë që ka caktuar Allahu nuk ndryshon. E nëse thot dikush, po masi nuk ndryshon caktimi i Allahut, pse mu lutna? Na kanë të lut kot e kot. Përgjigja është tonë. Lutja është sebeb, është shkak. Dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe na ka nxit na me bën lutje. Po lutja nuk e ndryshon caktimin e Allahut. Po nëse thot dikush, pse lutesh kur lutja nuk e ndryshon atë që ta ka caktuar Allahu? Përgjigja është tonë. Pse na hajna që tash niftara hëngrën? Kur ngopjen e krijon Allahu. Apo ai që na largon ngopjen është Allahu, jo buka, jo mishi, jo sallata e ushqime tjera. Se na vetë shohim na për familjet tona kur ulin tavolinë, a hajna këtë njëjta? Një dihurma, një sup, pa kuj edhe u kriftari, po gjithë dima keni nu njëjtë se une, pin 50 një nu se une. Qëti kur ta shifsh, shka të gjojnë për para veç tena për tavolinë, merë kite, merë atë, merë, ha ma shumë. Aj qëtëri, ma pak, njëjtë gjithë kile buk, qëtëri një kile buk, qëtëri, shka ti qesi për para i fshin krejt, edhe fun me buk shnë e fshin. Apo? Aj qëtëri, me digoja buk ungi. Ngopjen, kush e kryon? Jo buka, jo ushtimi, ngopjen e kryon Allahu. E masi Allah e kryon ngopjen, pse po hapra? Po sa heq? Jo, po ushtimi, buka është sebeb, edhe luqja në sebeb. Pastaj, me pi, dikush niftar një gjithë gotë e pi. Tanë ditën s'ka pi, njajtë, se unë se ti tanë ditën s'kena pi. Po unë me një gotë, elhamdulillah, qëtër këta shish një litë, ka morë gërë. Apo një litër uje pi. A uje largon ejqena? Në realitet, kush e largon ejqen? E largon Allahu. Pa të pse po pi ujë? Po sebeb është, edhe luqja është sebeb. Ilaqët, kur i pina ilaqë, i përdor me ilaqët. Pse i përdor? Është sebeb. Jo se ilaqë e largon smundjen, Allah e largon smundjen. Në realitet, Allah e largon smundjen. E pse i përdor në ilaqët, janë sebeb. Edhe luqja janë sebeb. Shkojnë në dy persona, të doktori, njëtën smundjen, njëtën ilaqë e doktori, njëtën ditë ja ka një smundjen. Këti jap një kese këto zvitë që e kanë me këni pak, shëqës të mjeku pa ta mush një kese me ilaqës, së më kalon dur shprasët e. Ti një kese me ilaqë, mu një kese me ilaqë, njëtët ilaqë, ti thot për një javë mi pi, mu më thot për një javë mi pi. Trip një para buket, di mas buke, kujdi që janë ato, njëjtë i bojnë, apo? Kur ta shish ki filon, nesër sa kësalem. Alhamdulillah i kaloj. Ki qëtëri hala. Dit, 3 dit, një javë, apo do të më shkujtë doktor me mushat një kese, s'mosh në ushë, po njëjtë smujnë patën. Po ilaqët njëjtë. Në me thonë ilaqët se krijon shërimin. Ilaqët janë sebeb. E Allah Gjeleshani ka bon sebeb, që ki ilaqë filoni për 2-3 dit i kalon, këti qëtë për një javë, këti qëtë për një muj, këti qëtë për ta një jetën i ka me vejtin në gjep. Hapët, apo? Se Allah është i cili e krijon shërimin, jo ilaqët. Ilaqët janë sebeb, pra edhe luqët janë sebeb. I luqët nuk e ndryshon caktimin e Allah, janë se ju lutësh Allah.
po nuk e ndryshon caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Pra të gjitha këto janë shkaqe, haja, pija, përdorimi i ilaçeve, po ashtu edhe lutja është shkak prej shkaqeve që Allah xhaleshanuhu i ka krijuar. Pejgamberi alayhi salam thotë: "Ed-du'a'u mukhul ibade", lutja është truni i ibadetit. Pra është ibadet i madh, është shkaqëri të mëdha lutja. Do të thonë besimtari kur që lutet Allahut, kur nuk është në humbje, apo kur nuk mbetet dur të thata. Pra ju drejtohesh Zotit, o Zot, ma jep një të mirë, lutesh për ndonjë të mirë, apo o Zot, largoma këtë keqe. Tash, ose Zoti çatë ta pranon çat lutje dhe ta largon atë keqen, edhe është për të mirën tonë, apo. Ose Zoti e lën për ma vonë, më të largoja smuje, pse? Për me bëti durim brenda kësaj kohe edhe më të fshi gjunohet. Mas një kohë shërohesh, edhe shërohesh, edhe të kanë falë do gjunohe. Pse se një ku bën sabër durim, ju fshin gjunohet. Ose nëse s'ka gjunoh, ju ngritet gradat më të larta. Ose Allah xhaleshan këtë lutje ta shtrin për ditën e gjykimit të pranuar, kur atë ke më shumë nevojë. Po nëse asnjëja prej ti nuk ndodh, ti e ke bënë ibadet, ju ke drejtuar Allahut, i thon o Zot, dhe ke treguar me këtë lutje se ti je i dopt, Allah është i plotfuqishëm. Ti me tregon me këtë se ti je i varfër, Allah është i pastër. Ti me këtë tregon se ti je rob, krijes, Allah është krijues. Ti me këtë lutje tregon se ti je ai i cili ke nevojë për Allah, një Allah për ti. E gjitha këto në fund çka del te ki për plosh probleme. Do të thonë nuk i në humbje asnjëherë nëse ju lutesh Allah subhanahu wa taala. E për këtë thot pejgamberi alayhis salam, "Ed-du'a'u mukhul ibade", lutja doja është truni i ibadetit. Po ashtu thot ed-du'a'u hiya al-ibade, lutja është bash lutja, thot ajo është ibadeti. Se tham, ti të tregon vetën se ti je robi Allah, ti je krijesë e Allah, ti je i dopt, ti ke nevojë për Allah. Këto që pi shfaqe që po i tregon, ti tregon se e beson një Zot i cili është i plotfuqishëm, është furnizues dhe i cili i ndihmon robët të vet. Edhe i të i bëj ibadet Allahut me lutjen tënde. Pra ashtu siç nuk e lojna na hajin, pinë dhe ilaçet po ashtu edhe lutjen nuk e lojna. Pra ato që thonë mos i lutja s'po ndryshoj ka caktimin e Allahut, pse mu lut, po mos i kanë ashtone, edhe mos ha, mos pi, se Allah krijon ngopin, Allah e largon eqen, Allah e largon sëmundjen, atëherë mos i përdor as ilaç, as ato, edhe mbështetun Allahun. E nëse mund me nejt pa buk, nëse kim rri për ative, se ka pas rasti kur i kam shil disa njerëz të mëdhenj na përbur halife, kam shil se ka qenë halife zullumtar, kam shil një dietar tregohet 15 ditë në burg, as nuk ka hangër, as me pi, as kurrë si ka dhënë, mas 15 ditë që kanë qel derën e burgit, të falën sejdë namaz, sikur me pas fut para një ore në burg. Pse se Allah xhaleshanu ja ka krijuar në trupin e tij personit ngopjen, s'ka pas nevojë me hangër. Sikur na vetan ditën që Ramazani si të krij dillën, as si tash Bajram dillën apo shihet hanët e amrri saati non pa krasona pa kafe. Tani mu Ramazan nejtë, pse? Se një jetë me bone për Allah, nejtë dhe ta gjeroj për Allah. E ki bon jetë dhe u kri me punë, as për cigare, as për ujë, as për bok, as për ka, për kur gjë nuk shkon me një. Pse se Allah xhaleshan ndihmon. Të jep atë fuqinë për me nejtë, hajna kena nejtë verës 18 orë, 19 orë ka xherojshmi, temperaturët e larta xherojshme. Kush ndihmoi kja? Pse ti ishe i forta? Nuk ka punë se ishe i fortë, te minar mas Ramazanit surrishe pa buke pa ujë, apo? Allahut kanë ndihmu, Allah xhaleshan ta ka largu atë urin, ta ka largu eqen që ti ta kalosh ibadet, ti bash ibadet Allah gjatë ditëve të Ramazanit. Tash një hadithi pejgamberit alayhis salam shpesh e përdorimi, shpesh njerëzit sillin si argument se lutja ndryshoi ka caktimin e Allahut se diçka, na do ta kemi këtë bindje se caktimin e Allahut nuk e ndryshon asgjë. Se sikur ta ndryshon caktimin e Allahut diçka, nëse Allah xhaleshan e kish Allah e caktoi për Ebu Lehbin, edhe në Kur'an tha tabbat yada abi lahabin wa tab. Për Ebu Lehbin tha se ka më kon në xhehenem për gjithmonë, apo? Po. E pse si shkoi mendja Ebu Lehbit, më thon, ka dalë, tashën e Muhamedit ja bën tajt me di. Ka thot Muhamedit që ka zbritur surë Lehab, edhe Ebu Lehbi ka më shkuar në xhehenem për gjithmonë, po. O Muhammed, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, çe pranoi Islamin. Ki Kur'ani jo të ra poshtë. A më ne boni këtë Ebu Lehbi? Nuk e boni. Pse? Sa i për me ishte caktume, ai me shku për në xhehenem. Edhe caktimin e Allahut nuk e ndryshon kur gjë, e sikur ta kishte ndryshuar diçka, Ebu Lehbi kishte thonë, "Çe, po bonan musliman." Tash ku me ki Kurani jo të Muhammed, çka po thotë se është mrekulli ta ka zbrit Allahu. Pra sikur që se caktimin e Allahut ndryshojnë lutjet e njerëzve, dikush do të kishte ne këtë me punë të shija në fund, o Zot, ndryshoj çka caktimin tan tash në banë për në xhenem.
sefa, 50 vjet, 60 vjet çuva këtë të natë poshtë, jetën time kënaqëllëke, kënaqësi as Ramazan as namaz as kujton. Tash o Zot, ndryshoj caktimin ton, për ndryshoj me një lutje. Nuk ndryshohet. E çka thot pejgamberi alayhis salam, la yaruddu al-qadara shay'un illa ad-du'a. Nuk ka asgjë që ndalon caktimin përveç lutjes. Në hadithën shtonë. Ibn Majah transmeton thot, nuk ka asgjë që ndalon caktimin e Allahut përveç lutjes. E çka thonë dietar, thot hadha rajiun ila al-qadr al-mu'allaq laysa ila al-qadr al-mubram. Janë dy lloje caktimit. Po tash pak janë disa thonë hoxha mos i çka është tema të rona, po duhet me isë për më sqaruar sa njëse lexon njëri hadithën thotë çe. Ti hoxha po fol ndrish hadith po ndryshe. Sipas dietare, po sipas hadithit pejgamberit alayhis salam janë dy lloje caktimit. Është një caktim i pandryshuar. Është një caktim i vendosur, ai nuk ndryshon kurrë. Po është edhe një caktim i thonë caktimi al-muallaq, caktimi i varur. E ke hadith që thotë nuk e ndryshon, s'ka gjë që ndalon caktimin e Allahut përveç lutjes, domethënë caktimi i cili është i varur. E cila është ai caktimi i varur? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yamudda Allahu fi umurihi wa yuwassi' lahu rizqahu wa yadfa' anhu mitat as-su'i falyattaqillaha wal yasil rahimahu." Thot kushdo që e gëzon do më gëzu që Allah që asgjase jetën e tij, që Allah që asgjeron furnizimin e tij, që Allahu ta shpëtoj nga vdekja e keqe, disa vdekje të papritura, që pa dënë, tash edhe vdekje ka të nëse i thonë dënë ka vdekje me ren. Vallahi smut e kena pris kam vdekja, më ku të vend i lajmi se djali 25 vjet nëse ka pas ditën e martesës, ja të vinë të shtëpia copa, më ndonin ndeshje, vdekje e rona, apo? E thot nëse don Allah xheleshon me ta zgjat jetën, me ta zgjeru furnizimin, edhe me të shpëtu nga vdekja e keq, do të thonë e papritur, thot le të ketë frikë Allahut dhe le ta ruaj lidhjen familjare. E nga ky hadith ne kuptojmë kështu se kush e ma lidhjen familjare, Allah ka më dhënë jetë të gjatë. Kush i ma lidhjen familjare, Allah ka më zgjeru furnizimin. Kush i ma lidhjen familjare, Allah ka më mbrojë nga vdekja e keqe. E çka nuk kupton kjo? Kush nuk i ma lidhjet, atë s'ka pas jetë gjatë. Nuk ka pas shumë furnizim. Nuk ka më kujt mbrojtën nga vdekja e keqe. E tash, Lohi Mahfuz është i shkruajt me të dijet. Edhe kjo, Allah e din çfarë ka më ndodhur. Allah e din se te a kimi ma lidhjet familjare, a nuk kimi ma lidhjet familjare. E tash se be për zgjaqjen me pas, nëse thot pejgamberi alayhis salam, nëse dikush i ma lidhjet familjare, shembull po thonë ka mjetu 90 vjet. Po nëse nuk i ma lidhjet familjare, ka mjetu 70 vjet. Ama Allah e di të çon kimi bon. A kimi ma lidhjet, a nuk kimi ma lidhjet familjare. E kësaj e cila caktimi i cili është i vendosur, i pandryshueshëm i thonë el-qadarul mubram. Caktimi i pandryshuar. Ajo e cila është i varur i thonë el-qadarul muallaq, caktimi i varur. Pra varur prej teje. Nëse e bën të ketë, ndodh kjo. Nëse nuk e bën, ka më ndodh tjetra. Ama Allahu e din të çon kimi bon. Po na jemi sikur një flet në ajër, ka ta çojë ajra? Dikush na thot kështu, thot, po masi caktimin e Allahut s'ndryshoj ka kur gjë, Allah na pas ka programuar neve si lloj roboti, domethënë as si robota kanë, apo sikur e fleta në ajër, gjun shkon herë në ato, herë kurton s'ka as zgjidhje, as vendime, as kur gjë s'ka. Jo, nuk jemi ashtu. Po as nuk jemi prej atij që thonë se na njeriu krijon veprat e veta, ai bën çka do, mos është i varur prej Allahut. Jo, ne jemi mesatar. As nuk jemi ato që s'kemi vullnet, po as nuk jemi prej atij grupacion që thonë se na jemi si robota dhe apo i krijojmë veprat tona. Na besojmë se gjithçka është me caktimin e Allahut, e mira dhe e keqja, dhe caktimin e Allahut nuk e ndryshon askush. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu kështu për në fund, thot innal hadara la yughni min al-qadari wa inna ad-du'a yadfa'u al-qadara wa huwa idha dafa'a al-qadar fa huwa min al-qadar. Thot kujdesi nuk ndihmon kundër caktimit. Pra nëse Allah xheleshon ta ka caktuar te me bon ndeshje filan venin, sa dëshiruat vozit 80 e lidhur mire, hapisin mire dritë e gata, kështu be ta kishe kujdesin maksimal. Nëse Allah e ka caktuar ti me ndodh ti që në ndeshje, ka me ndodh që në ndeshje. Domethënë kujdesi jot nuk ka me largu caktimin e Allahut, nuk e ndryshon. Pastaj thot, por lutja e ndihmon dhe e shtin caktimin. Dhe kur e shtin caktimin, ajo është pjesë e caktimit. Pra, nëse jam të shkuar rrugës, o Zot,
ruajnë prej filan vend se po thonë se çajë shumë po bën ndeshje, është vend dikujt diçka vakafa. Disha i thotë na vakafe shumë po bën ndeshje. O zot rumpi çajë. E tash nëse shkon ti çajë nuk duhet kur gjon, edhe shpoton, nuk do të thonë se lutja jote ndryshoi caktimin e Allahut. Jo, lutja jote ishte prej caktimit të Allahut. Sikur Omer radiallahu anhu kur shkon në Sham kur ishte halife, mrin me një vend i thonë o emir mu'minin, mos hin filan vendin se është një virus apo një sëmundje a shpërnda këtë vend. Edhe thot Omer radiallahu anhu, po pse mos më shkune? Thot një sahabi, këtë ati sahabi njëri e kishte dëgjuar këtë hadith pe pejgamberit alayhis salam. Thotë emir mu'minin, e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salam duke thonë se nëse në filan vendin është filan smundja, se harrova emrin, çepat shit? Po më e pat njës. Nëse. Virus është. Ako një lloj virus në atë ka mit me mija musliman edhe sahabe. Ako në vend të Shamit, po që tash harrova çpatin kjo smundja, thot ka thon pejgamberi alayhis salam, nëse me një vend është kjo smundja, thot nëse jeni jashtë mos hini në atë qytetin. Murtaja. Thot nëse shfaqet murtaja me një vend dhe ju jeni jashtë atij vendi, jashtë atij qytetit, mos hini brenda. Po nëse jeni brenda dhe është faqe murtaje, mos dilni jashtë. Kështu ka porositur pejgamberi alayhis salam. Edhe ky sahabiu e kishte dëgjuar pejgamberin alayhis salam dhe ju kallzoi atë ishin sahabët e mëdhenj, dhe ishte edhe Omeri. Tha Omeri mu'minin thotë kam dëgjuar për pejgamberin alayhis salam. Pra mos hin. Atëherë Hazrat Omeri ka ulën te prapë nisë për Medinë. Njëri prej atyre i thotë: "O emir mu'minin, apo ik për caktimit të Allahut?" Në më thotë në jetën e patë me shku me hija që e tash e ndrove mendim po kthen, apo ik prej caktimit të Allahut? Tha po, prej caktimit të Allahut në caktimin e Allahut. Në më thonë nash, gjithçka që ndryshon jetën tonë, është prej caktimit i Allahut, caktimi i Allahut. Në më thotë gjithçka do me caktimin e Allahut. E thotë Omer po ik prej caktimit të Allahut në caktimin e Allahut. Pra kjo nuk kupton se caktimin e Allahut nuk e ndryshon asgjë, na jetojmë sipas asaj që na ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra me këtë i mbarojmë 6 kushte të imanit, sepse ka me folë shumë për këtë caktimin e Allahut, se shumë të njerëz kanë devijuar çket çonçe, çket meselen caktimin e Allahut. Sidomos në shqiptarët e përdorin një shprehje nuk kanë me vën ajo. Çka prej Zotit mirë se vjen, çka prej njerëzve ja bajnë ndryshe. Nuk kanë vërtet. Që me kjo nuk kupton se pas me diçka prej Zotit e diçka prej njerëzve. Edhe atë që na i bën njerëzit është me caktimin e Allahut. E pa tërë pse mu llogarit ai filon, ja filoni ka mu llogarit se në sundimin e Allahut anë të bëjë diçka që Allah xhaleshan nuk e ka urdhëruar, apo e ka ndaluar. Ai ka më dhënë llogarin ditën e gjykimit, pse ta ka bën këtë keqe, ama ajo ndodh me caktimin e Allahut. Ço dikush tash ta në flakaresh apo ta kput krin me caktimin e Allahut edhe e ka ndodhur. Allah e ka caktuar. Edhe mos thuj kur sikur ta kishna bën kështu, se pejgamberi alayhis salam thotë mos thuni lau. Thotë ti të shku me një rrugë, të ka ndodhur diçka, mos thuj lau, sikur mos kishna ardhur, të kishna shku ndryshe, sepse fjala lau ja hap di shejtanit. E çka ja hap di shejtanit? Shejtani shtin pasaj në analiza, mendime, mundu të diçish mu bën kundra caktimit të Allahut. E kundra caktimit të Allahut nuk mundesh kur gjë me bën ti, veç ka mundosh, veç ka bën kufër edhe devijon, se s'u ndryshon caktimin e Allahut. Po çka thu? Qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al. Atë ka caktuar Allahu, ajo ka menduar, Allahu bën çka të don. Kështu na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Mos thuj sikur, po thuj qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al. Kështu na ka caktuar Allahu, Allahu bën çka të don. Ai nuk jep llogari askujna, na kemi më dhënë llogaritë Allahu subhanahu wa ta'ala. Po me këtë mbarojmë 6 kushte të imanit. Edhe në fund hadithit pejgamberi Xhibril alayhis salam me vjet Muhammed alayhis salam, çka është ihsani, çka është bamirësia? Pejgamberi alayhis salam thotë ihsan është të adhurosh Allahun sikur që e sheh, thotë pse ti nuk e sheh, dije se ai ti të sheh, pra të gjitha veprat që i bojnë atë i bojnë me sinqeritet për Allah subhanahu wa taala, mos i bojnë sa për si e faqësi apo për njerëzit, por të i bojnë vetëm për Allah. E inshallah se proma vazhdojmë me fundin e hadithit, pjesën tjetër, ku i thotë çka është kiameti kur ndodh. Pejgamberi alayhis salam thot i pyetën nuk është më ditë se ajo që po pyet, thot po cilat janë shenjat? Inshallah se proma vazhdojmë me shenjat e kiametit, të voglet edhe të mëdha. E lutem Allah subhanahu wa taala të na pranon lutjet tona, namazet tona, xherimin tonë dhe çdo vepër të mirë që e bëjmë për Allahun taala, dhe në fund e lutem Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.